në lidhje me ngjarjen, por teksa Departamenti ynë informacionit, gazetarët tanë kanë renditur të gjitha pikat që quan drejt këtij aksidenti, unë në fakt jam lidhur me familjen Laçi sepse aty në Borizan të Krujës janë 3 viktima nga një familje dhe shoku i tyre viktima e 4. Jam lidhur me nusen e Xhaxhait, me zonjën Jana Laçi, e cila deklaron për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe në një telefonat me mua këtë që ju do ndiqni në këto momente. Unë jam Elisa Meti, drejtuesi e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Edhe fola pak më përpara dhe me Çimin, do doja të flisnim pak edhe me familjen tuaj për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, aq sa informacione keni ju. Ne kemi këtë informacion. Ka lënë punën në orën 10. Kush? Ka marrë këtë kushin ky ambi që ka vdekur janë jonë. Po. Ka punon bebe në fushë Kryqë. Po. Ka marrë këtë kushin i vetëm telefon. Po. Janë bashku me gjithë shokun që ka punuar, që punon te ky servisi telefonave, ky tjetri. Ky djali nga Fushkryja, se ne kam tek 3 shumë. Po, e di. 2 vëllezrit edhe kushëriri. Po, 2 vëllezrit edhe kushërini e djali kunafiti. Po, ngushëllima. Edhe ka marrë ky kushërini vet, njëri nga këto 2 vëllezrit, ka marrë djalin tonë, e në këtë shokun e vet që kanë pas, i ka marrë Fushkryj, i ka thonë hajde ti djali para vllajt që kina, që po kthehet nga Italia. Edhe kanë shku atje, kur kanë shprit për aeroporti, kanë marrë telefon të indit, ku jeni, jena të atë me gjithë djalin. Sa kur kanë ardhur janë të makinë, 4 ditë ka pasi ka brit makinën e re, janë të makinë, kur kanë ardhur kneta, janë plas pa betonieren. Por ai betonierës nuk i ka dalë një hapderën, që çunat kanë vërtet, ndin brenda hapni derën. Kanë qenë gjallë fëmijët majna. E kuptoj. Ai personi që u ka plas me ta, ai personi nuk vetëm ka hik, nuk i ka dhënë një çunave tonë. Se tu kishte dhënë një me pa çunave, ti kishte marrë ata presionin e ujit që ka pasur betonierë, fëmijë tonë ka pasur përshtu. E kuptoj. Jemi na çu 4 gjenose në tokë ne. E vërtet, shumë e vërtet. Pas bisedës me familjen Laçi, ka 4 viktima, 3 prej të cilave janë brenda një familje, janë 2 vëllezër, një sapo mbritur në Rinas, është Erlindi, sepse të gjitha mediat e kanë thënë që po kthehej nga Gjermania, ndërkohë që nusja e Xhaxhait tregon që po kthehej nga Italia, vllai i Enedi, 25 vjeç dhe Andi Laçi, kushëriri i tyre, 22 vjeç, ndërkohë që në makinë ndodhej edhe shoku i tyre, Erik Lejt Kurti, 24 vjeçar. Ndërkohë që nusja e Xhaxhait ka thënë që disponon edhe prova ekskluzive që djemt kanë kërkuar ndihmë, por askush nuk ka ofruar, dhe pikërisht duhet ishte Aleksandër Krashi që ngiste betonierin i cili është larguar. E ndjekim edhe një herë se çfarë ka vënë në dispozicionin e redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur për këtë studio, familja Laçi, ku duket një audio nga brenda makinës ku 4 të rinj kanë kërkuar ndihmë. E ndjekim. Pamjet në fakt një kamere që na ka vënë vetë familja Laçi në dispozicion, duket në fund të videos edhe se mënyra se si merr flak makina, por edhe të gjitha zhurmat që dëgjohen brenda automjetit të 4 të rinjve, të cilët kanë kërkuar ndihmë, një ndihmë që nuk i është dhënë pikërisht nga ai që ka shkaktuar gjithë të tragjedi me 4 viktima, 24 vjeçari Aleksandër Krashi, i cili ishte pa patent, sepse nuk ka moshën e dur zonja Rita për të ngarë një betoniere të tillë, një mjet të tillë, ndërkohë ishte në rrugë pa bllogazh dhe ka pretenduar që ishte mbaruar karburanti dhe ndërkohë i ka lënë aty 4 viktimat,
të cilët, sipas edhe familjes së vet, kishin kërkuar ndihmë dhe ndoshta mund të ishin të gjallë. Dua një koment në lidhje çfarë po ndodh me aksidentet rrugore, por sidomos edhe me aksidentin ku mbetën 4 të rinj të vrarë, të vdekur në vend. Kemi shumë vite që kemi një bilanc në rritje të çdo viti të aksidenteve rrugore. Pavarësisht iniciativave dhe ndërgjegjësimit që ka pasur në lidhje me aksidentet rrugore dhe masave që ka marrë policia e shtetit, përsëri vazhdon që të kemi një bilanc lufte në një farë mënyre, sepse është luftë me jetën, është luftë me vdekjen, sepse shumica e aksidenteve janë fatale për jetën. Pra ka dhe aksidentet cilat mund të dalësh i rrezikuar, por nuk ke humbur jetën, por shumica janë fatale për jetën, siç është aksidenti i sotëm për cilën e po flasim, që është një aksident i cili nuk di çfarë them, të lë pa fjalë, patjetër, dhe për te anës ligjore dhe çfarë ka ndodhur me situatën është ana njerëzore. Imagjinoni një familje e cila ka 3 arkivole dhe për 3 djemë të rinj dhe një i 4 i cili është shoku i tyre që ka qenë në kohën e dur në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar, më falni, dhe ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Tani, nga pikpamja, si prind, si avokat, si qytetar, është shumë e rëndë ta komentosh, sepse s'ka nevojë për komente. Nuk ka asnjë lloj komenti ti bësh. Domethënë, kam menduar kur e kam dëgjuar lajmin në televizion, gjëja e parë që më ka vajtur në mendje kam thënë, o zot ata prindër, çfarë dhimbje i duhet të mbajnë mbi supet e tyre. Është shumë e vështirë, e papërshkrueshme. Aq më tepër që ato thonë ne kemi në dispozicion videon kur 4 të rinj kanë kërkuar ndihmë. Lënia në mëshirë të fatit. Tani është normale dhe është shumë e natyrshme që ata patjetër kanë kërkuar ndihmë. Çdo njeri në ato momente kërkon ndihmë, patjetër që kanë kërkuar ndihmë. Tani, unë jam duke i ndjekur pamjet, ndoqa dhe intervistën e familjarëve, kemi të bëjmë me një rast ku kemi një betoniere e cila sapo del nga një dalje, siç i thonë, në rrugë kryesore, është totalisht e ndaluar që sapo je në dalje dhe të dalësh në rrugë kryesore, të ndalosh aty kur rruga ka xhepat e vetë, si që thonë, ose ato daljet e veta për të ndaluar automjeti. Edhe në qoftë se të ka mbaruar karburanti jep shenja më përpara dhe ti mund të largosh dhe të shkosh ku është ndalesa. Ajo lloj ndalese pa bllokazh aty, sepse bllokazhi të jep ty sinjalin që ka ndaluar dikush dhe ka një gjendje emergjence dhe ti që vjen mund të marrësh masa. Pa bllokazh, patjetër nuk ka nevojë të jesh as jurist asgjë, është një lloj, si them, të gjithë e dinë dhe ata që nuk e ngasin makinën që nëse dikush ndalon duhet t'i japi shenjë tjetrit që ka ndaluar dhe arsyen, t'i japi atij të bëj të kuptoj që për çfarë ka ndaluar. Tani, edhe pse kodi jon penal është forcuar shumë dhe është i ka rritur masat e dënimit për rastet e aksidenteve fatale për jetën që vinë për shkak të qarkullimit rrugor, përsëri neve kemi, siç thash, një bilanc lufte të aksidenteve. Nenet që parashikojnë dënimet janë nenit 290 dhe 291. Dhe në këtë rast kemi vdekjen e më shumë se 2 personave dhe paragrafi fundit i nenit 290 thot që në rastet kur aksidenti provohet që është kryer për shkak të shkeljes së rregullave të qarkullimit, e cila është rasti në fjalë, paragrafi fundit thot në qoftë se ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 1 personi, atëherë ka dënimin 5 deri në 20 vjet burg. 5 deri në 20 vjet burg.